Komentimi përsosur I Kuranit. Gjuzi I 29. Sure El Muddathir. Ajetet nga 18 deri te ajeti 25. Innehu fakkara wa qaddar, faqutila kayfa qaddar, thumma qutila kayfa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Ai mendoi dhe kurdisi kundër Kuranit dhe qof mallkuar si kurdisi dhe sërish qof mallkuar si kurdisi. Pastaj vështroi rreth vetes, mblodhi vetullat e uvrenjt, pastaj u kthye I kapardisur dhe tha, ky Kuran nuk është gjë tjetër veç se magji e trashëguar. Këto janë vetëm fjalë të një vdekatari. Komentimi. Vdekja qof mbi të, çfarë kurthi të mallkuar kurdisi. Në këto ajete janë dhënë më shumë shpjegime për Walidin. Allahu I kishte dhënë atij shumë pasuri dhe fëmijë, por ai u ngrit kundër profetit Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Pra për Walid ibn Mughira, Makhzumi, thuhet se ai mendoi se me çfarë gjëje të akuzonte profetin dhe Kuranin, në mendjen e vet planifikoi gjithçka në lidhje me këtë. Ai mendoi dhe kurdisi kundër Kuranit. Është I qartë se mendimi dhe reflektimi mbi një çështje është një vepër e pëlqyeshme, por me kusht që të jetë në rrugën e drejtë. Ndonjëherë një orë mendim apo reflektim ka vlerën e një viti adhurim, madje sa një jetë e tërë, sepse një orë meditim dhe mendim ka mundësi të ndryshojë në tërësi fatin e njeriut. Por nëse mendimi dhe reflektimi është në rrugën e politeizmit, të shkatrimit, të korrupsionit, të djallëzisë, është I qortueshëm dhe I kritikueshëm. Mendimi I Walidit I përkiste këtij lloji. Fjala qadr rrjedh nga fjala taqdir dhe tregon përgatitjen e një çështjeje dhe marrjen e vendimit dhe realizimin e asaj thurjeje të ligë. Më pas për qortimin e tij thot qof mallkuar si kurdisi. Më pas për ta ritheksuar atë shton dhe sërish qoftë mallkuar si kurdisi. Ky ajet nënkupton edhe shkakun e zbritjes së ajetit, para zbritjes së të cilit Walidi dëshironte që politeistët të ishin të gjithë një mendje dhe të ngriheshin të gjithë një zëri kundër profetit Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Kur ja propozuan që profetin ta quanin poet, nuk e pranoi. Më pas propozuan nofkën falltar dhe përsëri nuk ra dakord. Pas kësaj u propozua epiteti I çmendur, por edhe këtë nuk e pëlqeu. Më në fund vendosën ta quanin magjistar. Këtë propozim e pranoi sepse sipas imagjinatës së tij, efekti I magjisë ndante dy miq dhe krijonte miqësi mes dy kundërshtarëve, gjë që u shfaq me ardhjen e Islamit dhe të Kuranit. Meqense ky kurth usajua pasi e studiuan situatën, Kurani e përmend me shprehje ndomethënëse fakkara wa qaddar. Në këtë mënyrë, edhe pse ishte propozim nga të tjerët, u pranua nga Walidi. Kjo fjali e cila përsëritet tregon se ai kishte shumë mendime djallëzore. Më pas shton, pastaj vështroi rreth vetes, pra vendosi të rishqyrtonte edhe një herë atë që kishte kurdisur në mendjen e vet, që të ishte plotësisht I sigurt dhe I bindur për çdo gjë deri në detaje. Pas kësaj thotë mblodhi vetullat e uvrenjt, pastaj u kthye I kapardisur dhe tha, ky Kuran nuk është gjë tjetër veç se magji e trashëguar, këto janë vetëm fjalë të një vdekatari. Ky Kuran është vetëm fjalë e popullit dhe nuk ka asnjë lidhje me shpalljen hyjnore. Në këtë mënyrë, pas një studimi të vazhdueshëm të këtij mendimi djallëzor, ai dha variantin e vet përfundimtar në lidhje me kundërshtimin e Kuranit dhe të profetit Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, por me gjithë djallëzitë e tij, ky mendimtar I shquar I periudhës së ignorancës dhe politeizmit, pa qenë I vetëdijshëm, I bëri një lavdërim dhe admirim të jashtëzakonshëm Kuranit me përfundimin e tij. Ai pohoi qartë se Kurani ka një tërheqje të jashtëzakonshme, një mënyrë që pushton zemrën e çdo qenie njerëzore dhe siç shprehet vet ai, në të ekziston një ndikim magjik që I magjeps zemrat e njerëzve. Dihet botorisht se Kurani nuk ka asnjë lloj ngjashmërie me magjitë e magjistarëve, por është fjalë logjike, ritmike dhe e mirë konstruktuar. Kjo tregon se Kurani nuk është fjalë e njeriut, por buron nga një shpallje qiellore, përtej botës njerëzore buron nga dija e pafundme e Allahut, I cili ka mbledhur të gjitha bukuritë dhe I sinkronizon mrekullisht, duke krijuar një kohezion të brendshëm të përkryer. Fjala abese rrjedh nga fjala ubus dhe është përdorur me kuptimin e fytyrës së vrenjtur, kurse fjala abus nënkupton personin që është I vrenjtur.
Fjala basar rrjedh nga fjala besur dhe besr. Ndonjëherë është përdorur me kuptimin e nxitimit në kryerjen e një pune pa i arritur koha e duhur, ndonjëherë tjetër është përdorur me kuptimin e fytyrës së vrentur dhe të prishur. Në ajetin që po diskutojmë, kuptimi i dytë përputhet me fjalën abese, kurse kuptimi i parë tregon një konfuzion dhe vendimarrje të nxituar për të përzgjedhur një nofk të padrejtë ndaj dikujt, e në këtë rast ndaj Kuranit. Fjala yu'thar rrjedh nga fjala al-athar dhe është përdorur me kuptimin e një thënieje që është transmetuar nga të parët si dhe vepra të mbetura prej tyre. Ka disa komentues që mendojnë se kjo fjalë rrjedh nga fjala el-itharu dhe përdoret me kuptimin e pëlqimit dhe të përzgjedhjes. Sipas kuptimit të parë, Walidi thotë se ky Kur'an është një magji e ngjashme me magjitë që janë transmetuar nga të parët. Sipas kuptimit të dytë, ai shprehet se është një magji e cila përmes ëmbëlsisë së saj tërheqet dhe ndikon në zemrat e njerëzve. Njerëzit e pëlqejnë atë dhe japin përparësi mbi çdo gjë tjetër. Sidoqoftë, ky është një pranim i nënkuptuar për mrekullinë e Kuranit, sepse Kurani nuk ka asnjë lloj ngjashmërie me punët e jashtëzakonshme të magjistarëve. Kurani është një fjalë e këndshme dhe me strukturë të qëndrueshme. Kurani është një fjalë e mbushur plot me ndjeshmëri shpirtërore dhe ka një forcë të madhe tërheqëse dhe ndikim të pashembullt. Nëse sipas thënies së Walidit, do të ishte fjalë e njeriut, edhe njerëz të tjerë do të kishin mundësi të sillnin një Kur'an të ngjashëm me këtë. Ndërkohë, ne jemi në dieni se Kurani shumë herë ka sfiduar për të përballuar me të, por asnjë prej armiqve të betuar të Islamit, të cilët kishin talent të jashtëzakonshëm në gjuhën arabe, nuk mundi të sillte një të ngjashëm me të, madje as fjalë në një nivel më të ulët se Kurani nuk sollën dot. Ky është kuptimi i mrekullisë.